Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbut në drejtësi dhe do të mësoj të përulurve rrugën e tij. Psalmi 25, vargu 9. A nuk ju bën kjo që të luteni për përulësi? A nuk ju bën kjo që të doni përulësin, të kultivoni përulësin, të dalloheni nga përulësia kur kuptoni që Perëndia u mëson të përulurve rrugën e tij? Ne duam të bëjmë gjën e duhur dhe të jetojmë me drejtësi. Çelësi është përulësia. Çelësi për drejtësinë, sipas Psalmit 25, vargu 9, është përulësia para Perëndis. Ai do ta drejtojë të përulurin në atë që është e drejtë. Dhe si e dini ju cila është rruga e Perëndis? Si ecni ju në rrugën e Perëndis në fjalën e tij dhe drejtimin e frymës së tij ndërsa merrni vendime? Mendoni për të gjitha vendimet që unë dhe ju marrim sot dhe për çdo ditë, qofshin ato vendime të mëdha ose të vogla. A nuk duam të gjithë që të marrim vendime në mënyra që e lavdërojnë Perëndin? Dhe Psalmi 25 vargu 9 na thot se ai I mëson të përulurit rrugën e tij. Ndaj çelësi për drejtësi dhe çelësi për të përjetuar rrugët e Perëndis, jetën me bollëk që Perëndia ka krijuar për ne, është përulësia. Perëndin e lutemi për përulësinë e jetës tona. Lutemi për përulësinë e Jezusit. Në mendje kam Filipianët kapitulli 2. Ai e përuli veten dhe u bë I bindur deri në vdekje të kryqit. Perëndin e lutemi për bindje me përulësinë ndaj Teje. Ndërsa lutemi tani, unë kuptoj se sa pak lutemi në të vërtetë. Kur nuk lutemi, kjo është një tablo e krenarisë tonë. Ne mendojmë se mund të bëjmë shumë me forcat tona, kur e dim se fjala jote e bën të qartë që ne nuk mund të bëjmë asgjë pa ty. Unë nuk mund të bëj asgjë me forcat e mia. Në mua nuk ka asgjë të mirë, përveç asaj që ti jep, që ti siguron dhe që ti bën të mundur. Perëndi, kjo është e vërtet për të gjithë ne. Ne kemi nevojë për ty, Perëndi. Kemi nevojë për ty. Ne kemi shumë arsye për të qenë të përulur përpara Teje. Dhe prap shpesh jemi krenar duke u larguar nga rrugët tona dhe duke jetuar jetën sikur të mund ta jetoni me forcat tona. Perëndin e lutemi që të na bësh të përulur. Bëj çfarëdo që të jetë e nevojshme në jetën tonë për të kultivuar përulësinë. Kërkojmë që të mendojmë për atë që mund të ndodhë me qëllim që të shtohet përulësia në ne. Perëndin, e kemi nevojë për përulësi. Unë lutem për përulësinë e Jezusit në jetën time. Lutem për një përulësi që rritet në mua. Lutem që kjo të ndodhë edhe me motrat dhe vëllezërit e mi që po dëgjojnë tani. Dhe ne lutemi që ndërsa ti na jep përulësi, të na drejtosh në atë që është e drejtë, dhe ndërsa rritemi në përulësinë e ty, ti të na mësosh rrugën tënde. Ne duam të përjetojmë jetën me bollëk, duam të ecim në drejtësi, duam të bindemi vullnetit tënd, dhe e dim se bazuar te Psalmi 25 vargu 9, çelësi për këtë është përulësia. Ndaj ne lutemi për përulësi, na bëj të përulur para Teje dhe para të tjerëve. Ne lutemi, Perëndi, të largosh krenarin nga ne. Ne lutemi për përulësi në emrin e Jezusit. Amen.